Apo ju ha diçka e shishme edhe kohën e keni shumë knap? Ja ku e keni një super recet, chicken wraps në vetëm pak minuta. Si fillim, I fusim nuggets në furr, e derisa këto të pjeken edhe të bëhen krokante, na edhe vazhdojmë me tortillat ose me wraps, e bojmë pjekjen e tyne në dy anët, e tash vjen edhe pjesa kryesore pothuajse e kësaj recete, është sallata. Në fillim kemi përdor lakrën në shpickol ose lakrë me maje. Kjo lakër është ma ëmbël edhe ma e butë se lakra e bardhë. E tash japim edhe karakter salatës. Këtu fillon edhe magjia, kur e mbushim me kastrave sërshi, majonez, mozzarella edhe avokado, e gjithmonë erza sipas dëshirës. Unë kam përdor biber edhe krip. E tash vjen pjesa më e mirë, gjithë këtë mbushje ja shtojmë tortillës. Keni videon hap pas hapi se qysh e kena përgadit. Ase unë jam adhuruese ushqimeve krokante. Unë e vendosa në tost, po juve nëse veç ju pëlqen mjafton ashtu me pjekje. E voilà, c'est fini.